Mediat më të rëndësishme europiane kanë publikuar sot një bisedë të zbardhur të disa liderëve të BE-s dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke I hedhur benzinë zjarrit të ndezur lidhur me raportet me Shtetet e Bashkuara. Der Spiegel është burimi I parë I informacionit që ka bërë xhiron e shpejtë ndërkombëtare. Aty flitet për një konferencë të regjistruar që duket se ka rënë në duart e gazetarëve. Lideri I Francës, Macron dhe ai I Gjermanisë, Merz, kanë qenë drastik lidhur me rolin e SBA-s në negociatat për paqen, duke deklaruar se SBA mund të tradhtojë Ukrainën dhe duke përmendur edhe rrezikun për presidentin Zelensky. Deri më tani nuk ka ndonjë koment nga Shtëpia e Bardhë, por edhe liderët vet, zyrat e tyre të shtypit, kanë mohuar që citimet të jenë të plota dhe të sakta. Sipas shënimeve të një telefonate të siguruara nga Der Spiegel, kancelari gjerman dhe presidenti francez përdorën fjalë drastike në një bisedë me Zelenskyn dhe disa politikanë të tjerë të lartë europian. Ekziston mundësia që SBA-ja ta tradhtojë Ukrainën në lidhje me territorin, pa qartësi mbi garancitë e sigurisë, tha Macron, sipas shënimeve në anglisht të telefonatës që ka siguruar kjo media. Sipas tij, për Zelenskyn ka një rrezik të madh. Kërkesat e Rusisë për lëshime territoriale janë një nga pikat më delikate të negociatave.